Policia e shtetit ka zbuluar dhe shkatruar një grup të strukturuar kriminal, i cili ka kryer gjatë 2 viteve të fundit vrasje me pagesë dhe atentate me lëndë eksplozive. Nëpërmjet një komunikimi me median, drejtori i Bluve të kryeqytetit Ardian Qipa bëri me dije se 5 shtetasit e arrestuar janë pjesë e një zinxhiri të plotë që nga porositësit e vrasjeve të ndërmjetësve e deri tek ekzekutorët e vrasjeve. Sipas të dhënave të para të hetimit, dyshohet të jetë përfshirë në një sër ngjarjesh të rënda kriminale të ndodhura në qytetet e Tiranës, Durrësit dhe Vlorës, në një harë kohor prej rreth 2 vjetësh. Policia ka mundur të arrestojë shtetasit JS, NG dhe Marion Mitro dhe njëkohësisht parandaloi vrasjen e biznesmeni, e cila ishte porositur dhe ishte duke realizuar nga personat e lartë përmendur. Ndërhyrja në kohë e policisë bëri të mundur që të dështonte plani i vrasjeve dhe të shpëtojë jeta e biznesmenit. Këta persona dyshohet se janë autor të mbi 10 atentateve me eksploziv, ndërsa shtetasi Julian Sinani akuzohet si autor i mbi 20 vrasjeve me pagesë dhe ngjarjeve të tjera kriminale në shtetin grek. Janë autor të dyshuar të një sër ngjarjesh të rënda kriminale, ndër të cilat vrasja e shtetasit Sokol Veizi, ndodhur më datë 26 gusht 2012 në Orikum të Vlorës. Vrasja e shtetasit Agron Çela, ndodhur më datë 20 gusht qytetin e Vlorës. Vendosje e lëndës plasëse në banesën e shtetasit Ardian Kollozi, ndodhur më datë 1 qershor 2013. Vendosje e lëndës plasëse në automjetin e prefektit Vlorës Besnik Dervishi, ndodhur më datë 13 dhjetor 2013 qytetin e Tiranës. Vendosje e lëndës eksplozive në automjetin e shtetasit EB në qytetin e Vlorës më datë 31 gusht 2013. Vendosje e lëndës eksplozive në motocikletën e shtetasit EB në rrugën transballkanike të qytetit Vlorës, ndodhur më datë 24 tetor 2013. Policia në bashkëpunim me prokurorinë e krimeve të rënda po vijon punën për dokumentimin ligjor të veprimtarisë së këtyre shtetasve, si dhe personave të tjerë të dyshuar si të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.